Gjeneta Fetao ka bërë një paralajmërim për gjestin pas rastit të fundit me Loredana Bratin. Kanë bërë disa mesazhe të këtyre të fundit që Gjeneta të prish raportet me ish banorin e shtëpisë më të famshme të edicionit nr. 4. Modele nga Kosova pretendon se ka diçka mes tyre, ndonse nuk ka asgjë të konfirmuar akoma. Dhe në anën tjetër, Gjeneta ka pasur një raport të ngushtë me Loredanën, gjë që siç shihet është prishur. Në një emision ai ka bërë një paralajmërim për gjestin pasi po merret me shoqet e saj. Konë që ja kushton me shkruar shoqeve të mia, më mirë të fokusohet te gocat e tjera, se ka shumë pa mas goca sepse nuk është nevojë të shkruaj shoqeve të mia. Pikërisht atyre që urrej me to, sepse unë të gjitha i shoh dhe të gjitha screenshotet i kam, deklaroi ajo. Gjeneta e ka mbyllur raportin me gjestin që në shtëpinë më të famshme në Kosovë, por që vazhdon të jetë akoma të diskutuar. Në ato kohë, Gjeneta dhe gjesti kishin krijuar një lidhje dashurie që po pëlqej shumë nga publiku, por pa e kuptuar, ata u ndanë për të mos u bashkuar më kurrë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.